Nxënësit e vitit të 2 të shkollës së mesme Sezai Surroi, Dega Mjekësi, sot janë pasuruar me nga një skript falas të gjerë të lëndës së farmakologjisë, e cila i ka munguar prej kohësh. Kjo dispens, siç e quan drejtori Zeni Fezullau, është me autor shqiptar nga Presheva dhe Buenosi, në mënyrë që ta zbus pak vështirësinë për njohurit në këtë lëndë e cila merret me barnat. Siç dihet, qeveria e Serbisë deri më tani asnjë tekst nuk e ka zyrtarizuar me mësim në gjuhën shqipe për shkollat e mesme në Bujanos dhe Preshevë, çka do të thotë se nxënësit e shkollave të mesme nuk kanë materiale të mjaftueshme për mësim në gjuhën shqipe. Si pasojë e kësaj mungese, një grup autorësh shqiptar si Nazmin Mehmeti, Hamide Veliu dhe Amir Rexhepi nga Presheva dhe Bujanosi kanë përgatitur një material të bollshëm në lëndën e farmakologjisë, degë mjekësisë, që nxënësit në shkolla të kenë këtë skript për mësim. Kështu, sot nxënësve të mjekësisë, përkatësisht të vitit të dytë në shkollën e mesme Sezai Surroi në Bujanos, drejtori i kësaj shkolle Zeni Fezullau dhe njëri nga autorët e këtij materiali dhe njëkohësisht profesor Amir Rexhepi kanë shpërndar falas për gjithë klasën nga një kopje të saj, klasa e vetme e vitit të dytë në mjekësi në Bujanos. Fezullau, duke u shprehur i kënaqur dhe falënderues ndaj autorëve, thekson se ky tekst është më së i nevojshëm për nxënësit tanë dhe se do të mundohet që shkolla ta shndrojë në tekst, e cila do të i nënshtrohet edhe procedurave ligjore. Zoj rastin që t'i falenderoj autorët për dispensën e ofruar për nxënësit si të shkollës sonë Sezai Surroi në Bujanos, po ashtu edhe për shkollën e mesme teknike, faktikisht Presheva në Preshevë, sepse në bashkëpunim me drejtorin e shkollës në Preshevë, kemi arritur një marrëveshje, një ujiti që këtë tekst ta shpërndajmë falas për nxënësit e viteve të dyta. Sot kemi rastin pra që nxënësve tanë, paralelës e 2-5, drejtimi i mjekësisë, që këtë tekst t'ja japim falas nga mjetet vetanake të shkollës së mesme të cilat i kemi. Ky libër do të ndahet vetëm kësaj klase apo klasave të tjera? Po, meqense se kemi vetëm një paralele të këtij drejtimi në shkollën tonë, do të ndahet vetëm kësaj klase, me kusht që në fund vitit shkollor, pra tekstin apo dispensën ta kthejnë, mirë që ta shfrytëzojnë edhe gjenerata të tjera. Uroj që mos jetë dispensa a fundit, por gjithsesi të kemi edhe shembuj tjerë, ta përcjellim pra këtë vepër, ta quaj të vogël, sepse kemi një rast, mirë po në rastin konkret është shumë e madhe dhe nga arsimtarë të tjerë. Nxënësit u shprehën se kanë pasur shumë vështirësi në marrjen e materialeve nga profesorët dhe janë detyruar që materialet të i marrin me shkrim nga profesorët. Ata thonë se tani do të kenë më lehtë që të aftësohen dhe mësojnë mbi këtë lëndë kaq të rëndësishme. Arbesha Zapedini, vjen nga fshati Tërnoc, jam nxënëse e shkollës së mesme Sezai Surroi në Bujanos. Sot na kanë dhëruar një libër të lëndës së farmakologjisë, ku siç e dimë, mungesa e librave është një problem shumë i madh në shkollën tonë. Dhe mendojmë se me këtë libër të cilën na kanë dhuruar sot do të kemi më shumë kohë dhe hapësirë për të mësuar gjëra të reja të cilat do të na ndihmojnë edhe në vazhdimsinë për fakultet dhe të cilat do të na ndihmojnë shumë dhe që sot do të pra nuk do të marrim shënime, mirë po do të mësojmë këtë libra. Tekstore e falenderojmë autorin e kësaj skripte apo libri profesor Amir Rexhepi dhe financuesin e librës Zotëri Zeni Fezullau. Kemi pasur përse kemi marrë shënime dhe tani kemi një libër nga lëndë farmakologjik. Quhem Medina Fetau, vin nga Tërnoci, jam nxënëse e shkollës Sezai Surroi nga drejtimi i mjekësisë. Sot në klasë na është dhuruar një libër nga lënda e farmakologjisë. Më herët në këtë lëndë kemi marrë shënime dhe kemi hasur shumë vështirësi për arsye se na është shkaktuar lodhje duke marrë shënime dhe në lëndë të tjera. Me marrjen e kësaj libre na është mundësuar që të kemi më shumë kohë dhe të kemi më shumë kohë edhe të zgjerojmë më tepër njohuritë tona. Farmakologjia është degë e mjekësisë e cila merret me studimin e ndikimit të substancave kimike në organizmin e gjallë. Ky tekst është i pa legalizuar sipas drejtorit Fezullau dhe për të legalizuar i takon autorëve që ta bëjnë një gjë të tillë. Ndërkaq, ky tekst do të i shpërndahet edhe nxënësve të mjekësisë në shkollën e mesme Skënderbeu në Preshevë.